Përshëndetje shqiptar, kudo që ndodheni, mirë dita në Amerikë. Shqiptarët e mi e di që prisni çdo ditë. Gjendja që po ndodhet në Shqipëri, sidomos këto 3 javë, që gjykata kushtetuese ka ndaluar çdo gjë. Ne mund ta nxjerrim edhe një foto nëse ka regjizori, ata 5 veta. Të dashur shqiptar, ne u kemi dhënë afat atyre, kam të drejtë, dikush mund të thotë, po çfarë ke drejtë ti t'u jap shurrë atyre? Për herë të parë, unë jam kryetari i Partisë Shpresa Demokrate, e vetmja parti në Shqipëri që është bërë me gjyq, do me thënë me gjyqtare, me firma, me vula, nesër do t'ua tregoj të gjitha. Pra, e para si kryetar, e dyta si misioner, e treta si shqiptar gjysh stërgjyshi që kanë punuar për kombin e Shqipërisë. Gjykata kushtetuese ka arritur në atë gjendje për arsye se këta që ishini të 4 dhe të mes të 5 Beci e muar me detyrim. Ai ishte një zotëri nga Shkodra, nga vendi i kulturës, nga vendi i patriotëve, nga vendi i mbretëreshës Teut. Pra, unë i them përsëri zotit Beci, largohu për tyre, mos merr fjalët e Gent Ibrahimit, po ashtu i them dhe kryetares Fiona Papa Jorgji, zonja Papa Jorgji. Ti sa je zgjedhur kryetare, sa je emëruar, që është e vërteta se nuk je zgjedhur nga populli, në çdo vend të botës gjyqtarët e kushtetutës si në Amerikë zgjedhen nga shqiptarët, nga populli. Pra, e njëherë po lajmëroj të fundit, ju përsëri u blotë sot, por nuk dualtë. Unë e di që jeni pjesë me të 2 partitë, SPD e PS, e di që u kanë zgjedhur ata, por mos mirni veten me qafë, po pengoni, por ka ardhur koha, do arrestoj çdo njeri flagrans. Pra, e njëherë i them zotit Beci, largohu për tyre, po ashtu dhe kryetares, sa më parë, ditë e nesme dohet shumë vonë për ju, pra dosjet tuaja janë në shqyrtim, edhe gati dofta edhe për arrest. Pra, të dashur shqiptar, e kanë marrë vesh të gjithë që FBI amerikane ka mbritur në Shqipëri, ka hapur zyrat, dashur bashkëdhetar shqiptar, si që më keni shkruar gjithmonë, që vetëm policia e Amerikës na shpëton. Të dashur shqiptar, e them me plot gojë, 97% të shqiptarëve, Amerika është me ju. U do ju, sepse e keni dashur Amerikën edhe në kohën e komunizmit, që unë e di fare mirë, të gjithë shëgonin syt i mbanin nga Amerika. Pra, unë shoh një foto këtu, blindohet spaku, FBI-ja zbarkon në parlament, vullosen arrestimet. Po, të dashur shqiptar, unë e thash edhe sot në orën 3, do jemi çdo ditë në orën 3 e në orën 6. Pra, të dashur shqiptar, u kam thënë që më përpara, disa nuk kanë besuar, që janë shkëndijat, apo si them satelitët e 2 partive, pre vitit 92 dashur shqiptar, deri më sot i thonë 13 vjetë. Do me thënë, të dashur shqiptar, janë 1840 deputet që kanë qenë për këto vite. Nga të 2 palët, po janë motra nga sërbët, të thejmë më mirë, shqipfolësit, e më në fund, ata mizat e kalit. Do arrestohen, do kontrollohen, çdo gjë, pasurit do mirën. Pra, dashur shqiptar, plani jonë që u bë qeveria teknike, ne jemi zyrtare pa leshton të tjerët, ne presim dhe shikojmë arrestimet që të bëhen,
po a them hapur dashur shqiptar. Tani do t'jetë viti 90. Çdo gjë që kanë shitur këta për xhepat e tyre do konfiskohen, jo vetëm do konfiskohen, por do bllokohen bankat e tyre për 30 e ca vjet që kanë dëmtuar tokën e shqiptarëve, çfarëdo që të kenë ngritur, ata do mbajnë përgjegjësi dhe bankat e tyre kudo që janë në botë. Ne kemi mashën e gjatë, kemi Amerikën, ata do konfiskojnë kudo. Për shembull, nga Turqia kanë hyrë në minerat, i kanë minerat e Bulqizës e kudo, fabrikën e Cimentos që është bërë me gjak nga shqiptarët, vullnetare, ata do paguajnë. Me ata unë kam bistuar, kanë disa muaj. Ka ardhur postofat nga Turqia, kryesori, ata janë 3-4 bosa, ja punojnë bashkë me të gjithë botën, dhe u kam thënë hapur, do të konfiskojnë bankat tuaja që i keni shfrytzuar. Ata më thanë që u kishte dhënë manja, por ata s'kan paguar asnjë para. Pra manja ku e gjeti? Manja është nga Korça, manja s'ka patur brek në fshatin e tij. Pra të dashur shqiptar, çdo gjë që është në tokën e shqiptarëve, është e shqiptarëve, kur asnjëherë nuk do lejojmë të shitet tokë në tokën e Shqipërisë. Mja na kanë marrë pasuritë, mja na kanë marrë tokat, na i marrë Maqedoninë, është tona, e Aleksandrit, Kosovën, po ashtu, Malezi, qamërinë e bukur që e coptuan, si mund të harrojmë, që më 44, vargu që nga toka me bukur, me mira e qamërisë, vargu ishte deri në Ullisht e Vlorës, duke vrarë grekët. Ne nuk e harrojmë. Ne ata që na kanë dëmtuar dashur shqiptar, që na kanë vrarë, ne nuk e harrojmë, ata janë armiq ton shekullor. Por ata shumë shpejt do të paguajnë. Besoj se këtë muaj fillon lufta e tmerrshme. Por jo në Shqipëri, jo në tokat me kufi natyrore që them, pra të dashur shqiptar, ju e shihni edhe vetë fytyrat e këtyre, përveç kryetarit, edhe pas kanë nxjerrë dhe presidentin aty që s'ka punë me këtë lidhje, pra FBI zbarkon në parlament. Nuk do gelet njeri pa arrestuar, dashur. Sidomos Niko Peleshi, apo Tauland Balla, ata janë shkaktar, ata vizitojnë natë e ditë me gjykatën kushtetuese. Pra, ata gjykata kushtetuese bashkëpunon me ata, pra edhe Peleshi, edhe Balla doli para të ditëve dhe tha që neve presëm, do me theja hodh barrën, presëm gjykatën kushtetuese. Pra dashur shqiptar do arrestojnë të gjithë, pa përjashtim. Pra nuk është punë e atyre. Unë nuk kam thënë që fletat e arrestimit janë prerë me kohë, dashur shqiptar. Janë prerë me kohë, bilem, po përgatiten edhe letrat e arrestimit për gjykatën kushtetuese, por dhe për shumë gjyqtar dhe për shumë prokuror. Sidomos të dashur bashkëdhetar shqiptar, mund të shohim foto të tjerë nëse kanë regjizori që i pas kanë nxjerrë. Pra, ka foto tjetër? Oke, shumë mirë. Shebaja blindohet në SPAK. Gati, arrestimet, tronditet, kushtetut jashtë, kushtetutësje. Pra, atë që e thash në orën 3, dashur shqiptar, fletët janë bërë gati arrestime, edhe e njerë po i them kushtetutës, mos merrni me qafë. Ne e dim çfarë keni vila, ne e dim ku jetoni, ne e dim si keni hyrë, ne e dim çfarë diploma keni, pra e njëri them atij Becit, zotëni e Shkodran, largohu për tyre. Mos merr me të tyre se rrugë e tyre është drejt burg. Dhe fati tyre do të jetë me këmbë të lidhura të hapën rrugët e Shqipërisë. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha. Erdhi koha e realitetit. Unë i shoh dalën në televizor të dashur bashkëdhetar shqiptar, me çdo televizor, mizat e tyre që kanë 35 vjet, gjoja e jurist, gjoja e gazetar,
analist, i kanë bërë moderator, i kanë caktuar që marrën nga 5.000, 6.000 dolarë në muajt, ka raste marrën e 10.000, si një Fevziu, Blendi Fevziu, apo Ylli Rakipi, apo Bushati, që marrën para sa u do qefi tyre. Dalën dhe që thonë këto ditë dashur shqiptarë? Po thonë, Edi Rama do të marri deri në 2029, të dashur shqiptarë. Unë po të regoj një realitet. Në kampin e Shtyllasit vjen gjipsi i Fierit për të arrestuar një person. E arreston atë personin e lidh duart e kemës, po komunisti ka patur një zakon, i mblidhet tërë brigatat bashk kur bënin apel. Kam qenë shumë i ri në mosh. Atë e lidh gati për ta futur në gjip, do me thënë në gjipin e degës të brendshme. Ajo i thonë ata, ke gjë për t'i thënë burrit, i thonë gruas të ti. A ishe një i thjesht, e shoqja, o burrë thot, kur të këthejsh thot, nga Fieri më sill një fustan me topa të kuq. A i shkonte për vdekje e su kthe me dashur shqiptar, dhe këta t'i njëjtin program bejnë, thonë do e deri me 2029. Këta e kanë me ditë. Unë, po nëzirë çdo ditë zvendës ministrat, pra këta kanë përfunduar, programin po e lexojnë që kemi bërë më 2001, të dashur shqiptarë, lumë shqiptarët që do jetojnë, nuk do shesëm toka të Shqipërisë. I kanë shqiptarë, lere shton këta do vinë në Zvërnec, e do vinë në Sazan, e do vinë në Vlorë, tamam si Berisha Kursolli, një të tinë, që i dha gjysmën e detit. Do me thënë, një fazliq, edhe mbani mend si tha, e sjellë në parlament. Pra, çdo gjë që kanë marrë këta, kudo që t'jenë të dashur shqiptar, do arrestojnë dhe do konfiskojnë bankat e tyre për shfrytëzimin e pasurisë të Shqipërisë. Çdo kompani, u a tha dhe zvendës ministra dhe po e përsërit, të dashur shqiptar, ditën që ne hymë në zyrat e reja, do bllokohet kufiri për 3 ditë. Nuk do lem të dali asnjë hajdut jashtë vendit tonë. Çdo gjë do konfiskohet dashur shqiptar, komplet çdo gjë konfiskohet dhe i kthehet shtetit. Brenda vitit, shteti u a kthen shqiptarve, sidomos kompani të mëdha, që janë vila, të dashur shqiptar, që janë hotele, që janë restoranta të konfiskuara, me njerë, brenda 3 muaj i marrën shqiptarët, sepse është toka e shqiptarëve, është toka e strëgjyshve tyre që po jetojnë jashtë shtetit, duke qarë me lot e tyre po thajnë kanë 35 vjetë. Prindrit e tyre që janë në Shqipëri e kanë humbur drejtimin, presën, akoma nuk i kanë parë fëmijët e tyre, ata janë me niprat e tyre po thuaj janë bërga 30 vjetë, pra të dashur shqiptarë. Erdi koha e bashkimit të Shqipërisë. Erdi koha të takohet vëllai me motrën. Erdi koha të takohet baba me djalin e me nipin. Erdi koha të pajtohet komshia me komshin. Se këta qëllimisht, kjo kushtetut që është bërë në Serbi, më në 10-ën. Edhe adhan Berishës edhe Nanës. Është bërë më në 10-ën dashur bashkëdhetar shqiptar për të vrarë shqiptarët. Sidomos 7501 që u thot ish pronarët, ata janë pronarët. Pronarët do marrë dhe demin e 26 vjetë të komunistave që i çfryzuan. E 35 vjetë do marrin demin pagim. Para të dashur shqiptar ka sa të duash. Sepse këta kanë vjedhur qabet. Bankat e këtyre jashtë shtetit janë bllokuar gati 6 bilion dollar. Parat që kanë fshehur në për shpirat, në për mure, në për tunele dhe për magazinat që dihet ku janë mbi 11 bilion dollar. Dikush me erdhje më ka thënë në zyrë, jo janë 30 bilion. Ma dha me fakte. Pra këto do t'jem para tuaja dashur shqiptar. Lumë ai që do jetojnë në tokën e Shqipërisë, me kufit natyrore. Pra, të dashur shqiptar, mos dëgjoni këta në përlajmet që flasin e bërtasin
po shoh dhe një foto tjetër, Edi Rama shpallet non grata. Të dashur shqiptar. Edi, edhe 85 gazetar e analistë të quajtur të emruar, ata që kanë qenë në universitetin në kohën e Ramis Ali's, ata ishin në universitet për gazetari e për letërsi, ata ishin me grada toger të dashur bashkëtar. Që në Fevziu, e tjetri me radhë, këta kanë qenë bashkëpunëtorët e sigurimit dhe këta janë non grata. Edi Rama është dënuar. Edi Rama, po i them edhe njëherë, Edi, mos shkoj lart e poshtë, as në Izrael, as në Evropë, se nuk të duan me. Unë të kam thënë, e po të them përsëri. Dil para gjykatës, ditën që ne të marrim qeverinë. Dil dhe e thuaj shqiptarëve, tëra vjedhjet që ke marrë, leri. Kërko atletet që ka erdhur në Rinas. Nëse si gjen të jemi ne. Edhe hap derën e burgut, hyrë. Për demin që i ke bërë shqiptarëve. Për thashethemet që bërtet çdo ditë. Shan spaku, më kej se Berisha, po Berisha e di që ardhën, o Berisha. Pardije, ditë në hen, the para spakut që i pash duke nëmëruar para. Kjo është fjalë kriminale. Ata të spakut i mbajnë shënim. Po ti the pra të person që ti e ke emëruar prekuror, që the është prekurori i komunistave, ti e ke prekuror, e ke bërë prekuror. Ti e ke futur në punë. Dhe pas ke parë ditën e hen, spaku më dëgjon, ne i dim tëra gjërat, duke nëmëruar parat në tavolinë. Pra, Edi Rama dhe Berisha po hithin vrerë këto ditë. Po beni shaka me zjarrin. Ju jeni gati për në burg. Nuk e di, a do dilni gjallë. Për demin që ke bërë, sepse shqiptarët më kanë thënë gjithmonë, duan të bëjnë gjyq popullor. Të dashur shqiptarë që po dëgjonin tërë botën, ne kemi klikime vetëm në YouTube mbi 12 milion. Leren në TikTok. Në TikTok ka kaluar mbi 16 milion. Pra dashur shqiptarë, a e doni kushtetutën? Ky është tamam si kanuni që ka qenë. Dhe në Amerikë është bërë ligji kanunit që në fillim, që në kohën e presidentit me gjak e me nen shqiptare, George Washington. Edhe sot në disa vende të Amerikës përdoret. Pra dashur shqiptar, erdi koha që ju të mini në dorë, jo me gjyqtarë, ju. A jeni dakord t'i dënoni gjyq popullor, më kuptoni ku e kam fjalën. Kjo është kushtetuta. Kjo është bërë. Kushtetuta që kanë këta, ishte për këta dashur shqiptar, për hajdutët, për rrugaçët. Ata vjedhen e nuk vinin në përgjyqje. Por, erdhi koha e juaj, erdhi koha e shqiptarëve që të shohin një ditë të bardhë. Të dashur të rinj ku jeni në Amerikë kudo. Ejani sa më parë. Ejani se zyra tonë është hapur për ju. Për të regjistruar në ministri. Janë 13 ministra, duhet çdo ministër, duhet ketë pak të 200-300 veta që do punojnë. Të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 3 dhe më 6. Të më falni që u vonova pak sot për arsye se unë kam shumë takime dhe nuk kam që bëj më. Vinë njerëzit nga Evropa, nga të 4 anët që duan Shqipërinë të lirë. Për këtë vonojmë gjithmonë nga ora 6 se vinë njerëz nuk i kthej dot. Pra, të dashur shqiptar, natë në mirë, miru pafshim dhe të gjithë këta do arrestohen. Spaku është në gatishmëri, fletë të arrestimit janë bërë nga byroja kombëtare, nga FBI-ja dhe gjykata kushtetuese është minuta për të arrestuar. Natë në mirë e miru pafshim nesër në orën 3.